Një aksident ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në autostradën Rogozhin-Lushnjë në fshatin Dushk. Një mjet transporti mallrash tip furgon me targat AB 540 CB ka goditur një 60 vjeçare ende e pa identifikuar. Viktima ka qenë duke kaluar autostradën mbi trafikndarsen e betonit në errësirë dhe është përplasur nga furgoni. Drejtuesi i furgonit, OG, 30 vjeç, është shoqëruar nga policia dhe po pyetet për rrethanat në të cilat ndodhi aksidenti. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e ngjarjes. Në autostradën Lushnjë-Rogozhin dhe në autostradën Lushnjë-Fier është bërë një fenomen i zakonshëm kapërcimi trafikndarses nga banorët e fshatrave buzë autostradës për të kaluar në anën tjetër të autostradës, edhe pse nuk mungojnë mbikalimet dhe nënkalimet. Në Dushk ekziston nënkalimi, por banorët zgjedhin të kalojnë në anën tjetër të autostradës duke kaluar mbi trafikndarsen, duke u bërë kështu shpesh shkak për aksidente. Pikërisht në këtë vend, kohë më parë, një tjetër person ka humbur jetën.